Përshëndetje ndjekës të Index.al, do të vjojmë me shtypin e përditshëm të datës 23 mars 2014. Fillojmë me gazetën Shqip për ditën e sotme. Rama fton Bashën, flasin sy në sy. Letra e plotë e kryeministrit për kreun e opozitës, pranohet kushti për veton. Opozita në pistën e faktologjisë, nga Aleksandër Qipa. Kultura e thashethemit, dhe thashetheme të kulturës, nga Almet Muho. Shqipëri-Kosovë dhe një dom të përbashkët tregtie. Politika bashkohet në festin e Bektashinëve. Ylli Pinari lirua se gjeti punë në rrogë 35.000 lekë. Plumban në derë të shtëpisë, i ndjeton atentatit e dytë. PD e kremton 22 marsin vetëm në Facebook. Për nartë me time pa leje për plasën në Inuk. Vlerë me gazetën shqiptare për ditën e sotme. Kryer artikull i gazetës shqiptare, Deli Quqi, zgjidhjet e 2015-s me ndarjen e re. Edi Rama lehe lëvizim Bashës, duam konsensus, gati për takimin sy në sy. I kemi 84 vota, por ta nisim e ta vitisim Bashkë të proces. Meta, uroj të takohemi shpejt. Baba i pret, djalit veshin me sepat ku po kinte. Edi Rama në Kosovë, dhome për bashkët tregtie. Ndërtimet pa leje, për nartë e karburantit shemi nuk. Hoqa, Poqrami, një arrogant si Sejfullah Malishova. Hormonet në perime brenda normave të PS. Vjemë gazetën shqiptare.com për ditën e sotme. Ettore Sekui, gati emërimi shef kabineti i një PMV-je italiane. Emisari i ri i Shqipërisë pranë kancelarive evropiane. Çpoja thot Bin Pili. Shpresim ne të përndjekurit nga Rama. Selia Bru kuton 22 marsin vetëm në Facebook. Veshi mesëm dhe sëmundjet e tjera që sjellin zhurmat. Shpejtësia e mjetit në vartësinë e përbojës dhe moshës. Vjojmë gazetën Shekullit për ditën e sotme. Kompensimi, dokumentat që u duhen 2500 kishtë të përndjekurve. Bëra dhe babajnë tifoz me ekipin e Tiranës, nga Iva Mera. Rama Bashës, dua të takohemi edhe pse kemi 84 vota. Shqipëria 1 euro, mundësi edhe për biznesin e Kosovës. Vera, çfarë nuk duhet të mungojë në garderobë? Pakti detar të mos paguhet si kosto për statusin. Fatura financiare, legalizimet zbardhen ndryshimet në ligjin e ri. Për llogaritja taksës së trullit, 20% ulje për të gjithë ata që paguajnë një herë. Shtohen kategoritë e objekteve që legalizohen. Ish gjykata Gjordiku, arsyet e divorceve në diktaturë. Rama letër Bashës, jam gati për takimin sy në sy. Kinte drogë, babai plagos djalin me sapat në kokë. Fyrit mes Ramës dhe Berisës, Kolumbi, Meta, duhet të anullon të seancën skandaloze. Raporti sekret, Britanik në 45-ën, review 90% kundër regjimit. Ka reform territoriale pa kontributin e gjeografit? Vjen në gazetën Paloma për ditën e sotme. Luana Vjoca, kënga dashuria ime e parë, kam studiuar shëndite kanto, me këngën të cova ëndër në mamit. Fansa të huaj në ndjekje me fanatizëm që nga koha e Eurosongut. Ronela Hayati, një animator që shesin vete me para, jo me mua. Alban Butushi pajton Besnik Arllakën dhe Gjensila me dizajnë talk show. Viola u zhvilluar fizikisht nga ishi dashuri, i dhash leje për të lidhur në Big Brother. Erali bëj mirë që sy fut në krevat për lojë. Valeri, kam fjetur me 3 meshkuj, një bileti, unë kam fjetur me 10. Vjen në gazetën intervista për ditën e sotme. Morena Paraku, i përgjigjet thashethemeve. Përse jo me blerën? Adelina Berisha, nuk i të veçoj me spyre. Çfarë i bën të rushur me fil shqiptar? Sultani për ati Sulemi. Vjen në gazetën Telenovela për ditën e sotme, Santa dyshon që Willi është gjallë, Mahir zhvillon në nishave Turgutit, Hernan dhe Marina fijohen. Ivan Sanchez, fama në më shqetëson as pak. Vjen në gazetën Panorama Sport për ditën e sotme. Në Gjipin nderon Partizanin, Tirana ndarjet e shtesë. Bardemblujt e mbyllin me 10 hektar karton i kuq për Koreshi. Reali dhe Barça duel titullive miliardash. Chelsea gruperon Arsenalin. Sfali City e Liverpoolit. Fitore e rekord e Bayernit, gati festa e titullit. Sedorf shkon Milanin. Mazzari bën Champions. Margani akuzon arbitrin e votit, Partizanit pa ide. Vjen në gazetën Standard për ditën e sotme. Flasin ekspertët, se zbatueshme janë kushtet e FMN-s, pasojat e tyre dhe ekonomi. E vërtetë dokumentit shpallës pavarësisë dhe një homazh Lef Mosit. Basha, integrimi i Shqipërisë në BE, misioni i PD-s, Berisha vënë sot mos kryq. Shërë për alkooli, babai fillon me spatë gjiri në qumë, i pret veshit.
Divorcet, 300 çifte zgjidhin martesën gjatë 3 muajve të parë të vitit. Pritet dritohen në prag të derës biznesmenit të vajrave, ndalen 7 persona. Vjen në gazetën Tirana Observer, Rama i shkruan Bashës, janë i gatshëm për të vërkuar së në sy. Kërkimi shkencor i neglisjen në arsimin e lartë, kur shqiptarët nga dashpërimi japin fund jetës. Ramis Kovaçi të kujtosh një gjigant të skemës. Rritja e çmimit të energjisë viti tjetër njësohen tarifat. Derbi Partizani ndalon festën e Tiranës në minuta shtesë. Vjen në gazetën Tema për ditën e sotme. Reforma territoriale, Basha refuzon takimin sy në sy. Kaq shumë ulje në vend, por kaq pak në qezma. Qeveria 6 miliard lekë për zhvillimin e rajoneve. Përplasje mes banorëve dhe policisë për prishjen e një objekti. Gazmimi vdekje, vetëm shkenca nuk bëhet një hile. BE ashpërson sanksionet kundër Rusisë. Vjen në gazetën Sot për ditën e sotme. Robert Papa, marrëveshje e Sali Berishës me Ramiz Alin për kontrollin e PD-s pas takimit të fshehtëve me çmime në zyrën e Kuranit saj. E vërteta është shkrimi disidencë të Sali Berishës në zërin e popullit dhe imuniteti i tij nga zëvimi i shtetit. Rama kërkon takime bashkët për reformën territoriale. PD na jep zanën të japin konsensusin. PS paralajmëron Wallën të distancohet nga lojrat e Rishanit dhe Berishës, e shqetësuar nga mbledhja e celulës së presidentit. 22 marsi, 2 kryetarët e PD-s, Berisha dhe Ninus Kryq, Basha dhe Nidri BS. Vjen me gazetën Dita për ditën e sotme. Zbulohen emailjet e 15 anketeve të Tiranës. Sekreti lajcit, Rama dhe Berisha pritet të takohen nesër në festën e 45 vjetorit të Metës. Historia panjore shqiptarëve të Qafiristanit. Divorci në familjen Berisha, ngritjet me Shkëndelit dhe Sabies në Facebook. Djali i shkruan ministrit në Paris, bashortja nuk do dhurata për familjen Bashkë. Ne dhe musliman të remix. Lazarati, zëvendës ministri dhe i përgjigje Benit nga Lendra. Enti banesave, lista e familjeve që marrin kredi. Korç, nuk i pëlqen Këshilla, babai godet në spa deri në gjumë. Vjen në gazetën 25 për ditën e sotme. Rama i çon marrëzit edhe në Kosovë. EU i nuk vazhdon barbarinë e Prishtinës, qytetarë shpërthejnë revolta masive. Nishani, bektarqizmi si filozofi dhe mënyrë jete ka bërcuar respektin për të mirën dhe maturinë. Krahasimin që Putin nuk e thot, Sanxhaku si Krimeja, i çfarë planeti jeton ambasadori rus? Vjen me gazetën Rinia Demokratike për ditën e sotme. Kryeartikulli i Rinia Demokratike, një deputet dhe një ministër, pas atentatit në Shkodër. I arrestuari për kontraband, Ilaçes bëhet drejtori i spitalit. Rritja deri në 50% e taksave për 235.000 automjete. Rikthehet Tritoli, shpërthyer në banesën e një biznesmeni. Delina e Ramës projekt për hapjen e shtëpive publike, rrisin punësimin. 22 marsi kushtrim për të ngritur. Vjen me gazetën Koha Jon për ditën e sotme. Shik, Shish dhe kreu Vishu Ajazi. Patos Klosi rëfen arsye pse çështja e xhihadistëve shqiptarë u hap muajt e fundit. Metavalla, Orino Kryq, Gjyshat dhe bashkëpizëllim të shkurtër. Papa thirrje mafjas, pendoni se përgatiteni për në ferr. Rama, bizneset e Kosovës ta konsiderojnë Shqipërinë dhënën e tyre. Berisha, 22 marsi, dita e parë e lëvizjes dhe dignitetit tonë. Metoda e re për të kuruar anemin. 10 veçorisë shëruese të ushullës. Ilaçi që duhet mbani patjetër në shtëpi. Ushqimet që ndihmojnë kundër pagjumësisë. Dashuria e pamundur e Aldo Bardit në Top 5 11. Këto ishin gazeta për ditën e sotme. Ju urojmë ndëgjim të këndshëm dhe dëgjojmë sërish nesër. Faleminderit.